Përshëndetje të dashur miq, sot do përgatisim një picë. Përbërësit janë djathë, spec, domate, piper të kuq, piper të zi, gon, salcë, vaj ulliri, miell, maja dhe ujë. Fillim përzej majan me ujë. E lëm 5 minuta të shkri. Kemi shkrirë majan, shtojmë miellin. Shtojmë dhe kripën. Dhe fillojmë ta përzijmë. Ne kemi zënë, duhet jetë i butë në këtë mënyrë. Lëm 10 minuta të vi. Tani fillojmë të përgatisim salsën e picës. Kemi hedhur kaq salcë. Shtojmë vaj. Shtojmë rigonin. Pak piper. Shtojmë piperin e kuq. Shtojmë kripën. Dhe fillojmë të trasojmë të gjitha së bashku. Gatisim domaten. E tani presim specën. Frumi ka ardhur dhe tani e përgatisim për ta bërë picë. Hedhim miell mistri poshtë dhe fillojmë ta hapim. Kemi marrë një tavë dhe kemi vënë një letër kuzhine dhe i kemi vënë brumin brenda. Dhe tani shtojmë salcën që përgatitëm pak më parë me erëzat, mozzarellën, pasi kemi shtuar mozzarellën, shtojmë domatet të grira me feta. Shtojmë specat. Shtojmë salcicet. Kemi shtuar të gjitha, e fusim në furrë. E fusim në furrë në 200 gradë. Ne e fikim dhe e lëm derisa të ftohet. E kemi nxjerrë nga furra dhe tani e presim. Pasi e kemi prerë, marrim një copë, mund ta shikoni në dy ahënd, ka dalë shumë e bukur. Ky është përfundimi të dashur miq, nëse u pëlqeu më bëni subscribe, shihemi në video të radhës. Faleminderit.